ادنو مني لا تدعني يا أخي. Begatia e Islamit. يا ضياء قلبي ودربي يا أخي. Islami e caktoi normën e zërit tënd dhe tha: "Dhe fol me zë të ulët." Surja Luqman, ajeti 19. Dhe e caktoi normën e të ecurit tënd dhe tha: "Dhe mos ec në tokë me mendimadhësi." Surja Luqman, ajeti 18. Dhe e caktoi normën e shikimit tënd dhe tha: "Mos i drejto sytë e tu nga kënaqësitë." Surja Hijr, ajeti 88. Dhe e caktoi normën e të dëgjuarit tënd dhe tha: "Mos e spiononi dhe mos e përgojoni njëri tjetrin." Surja Hujurat, ajeti 12. Dhe e caktoi normën e të ushqyerit tënd dhe tha: "Mos e teproni." Surja A'raf, ajeti 31. Dhe e caktoi normën e të folurit tënd dhe tha: "Do t'u thoni fjalë të mira njerëzve." Surja Bekare, ajeti 83. Pra, Islami është garantues se do ta normalizojë jetën dhe se do ta realizojë lumturinë e të dyja botëve. سراب خادع يدعي حبي وصدق مودتي